herë kemi pasur një fqinje që mendon se është mbi ligjin? Sot do të dëgjoni historinë e Gregorit, një fqinje arrogant në një komunitet të pensionistësh të qetë, i cili vazhdoi të zgjeronte oborin e tij duke pushtuar tokën e mbrojtur të parkut. Të gjithë e shihnin, por askush nuk guxonte të fliste, përveç një banori të ri. Miles, një ish rojtar parku që e dinte saktësisht se çfarë po ndodhte. A do të ndërhyjë Miles duke rrezikuar një konflikt të ashpër, apo do ta lërë drejtësinë të vi vetë? Qëndroni me ne për të parë se si vendosshmëria e qetë i solli Gregorit një dënim kaq të rënd sa do ta mbaj mend gjithë jetën. Kur ky fqinj i pakëndshëm vazhdoi të zgjeronte oborin e tij, të gjithë aty pranë nuk mund të mos shikonin. Gjithçka që mund të bënin ishte të prisnin për të parë se çfarë do të ndodhte më pas dhe cilat pasoja mund ta kapnin përfundimisht. Gregori nuk kishte ide se një mësim i shtrenjtë po i vinte. Milesi njohu fytyrën e tij të nxehë nga zemrimi ndërsa Gregori i bërtiste. Kush dreqi mendon se je ti që më vë në pyetje për pronën time? Unë kam qenë këtu mbi 10 vjet dhe ti sapo je zhvendosur. Pse nuk shikon punën tënde? Milesi u përpoq të përgjigjej, por fjalët nuk i vinin. Kështu ai bëri pikërisht atë që i tha Gregorit. Ai shkoi në shtëpi dhe heshti. Brenda, ai i vështirë se mund të besonte atë që sapo kishte ndodhur. Si një ish rojtar parku në pension, ai e dinte saktësisht se çfarë mund të sillnin veprimet e Gregorit. Por çfarë mendonte Gregori? Si duhej ta menaxhonte Milesi diçka të tillë, veçanërisht këtu në një komunitet të qetë, pensionistësh, ku ai priste paqe, jo konflikt. Milesi sapo ishte zhvendosur në fshat, siç ia kujtoi me dashamirësi Gregori, dhe deri tani ai i kishte dashur çdo moment. Pas vite shërbimi si rojtar parku në të gjithë vendin, ai kishte zgjedhur më në fund të vendosej këtu për të qenë më afër familjes së tij. Megjithatë, sado që i vlerësonte rrethinat e tij të reja, diçka pranderës nuk i dukej në rregull. Ai tha vetes ta linte, por sa më shumë vorrente, aq më e vështirë bëhej kjo. Fqinji i tij problematik dukej se po bënte diçka të keqe dhe dikush duhej ta vinte re. Që nga dita që mbriti, Milesi kishte qenë kurioztar për kopshtin e Gregorit. Ishte dukshëm më i madh se i të gjithëve të tjerë, duke u shtrirë disa metra përtej vijes kufitare në parkun përtej gardheve të tyre. Në fillim Milesi nuk ishte i sigurt nëse të gjithë oborret ishin të së njëjtës madhësi, kështu që ai mori kohë të shëtiste dhe të takonte të tjerët në lagje, duke kontrolluar qetësisht kopshtet e tyre. Nuk i mori shumë kohë për të kuptuar se çfarë po ndodhte. Obori i Gregorit nuk ishte thjesht i madh, ai po cenonte tokën publike dhe kjo e bënte të qartë se diçka nuk shkonte. Obori i Gregorit nuk ishte thjesht i madh, ai po përdori si parkim privat i makinave të tij. Brenda ai mbante disa makina të bukura antike që e bënin Milesin pak xhelos, megjithëse ai mund të vlerësonte koleksionin. Kur shikoi më afër, ai kuptoi se Gregori e kishte shtruar të gjithë zonën pikërisht për atë qëllim. Në fillim, Milesi mendoi se ndoshta fqinji i tij kishte kaluar nëpër të gjithë kanalet e duhura dhe kishte marrë lejet e duhura nga bashkia. Nuk i shkoi në mendje se po ndodhte diçka e dyshim ndërsa një mëngjes herët, kur zhurmat e forta të ndërtimit e tronditën atë. Ky ishte momenti kur gjithçka ndryshoi. Ende gjysmë i fjetur, Milesi vështroi nga dritarja dhe nuk mund të besonte atë që pa. Gregori dhe një ndihmës ishin në bord duke hequr shtyllat nga gardhi i parkut. Ajo që bën më pas e zgjoi plotësisht Milesin. Ata filluan të prisnin gardhin, ta rrotullonin dhe ta zhvendosnin disa metra më thellë në park. Më pas, ata i ngulën shtyllat përsëri në tokë dhe vendosën gardhin siç nuk kishte ndodhur asgjë. Dallimi vetëm ishte se obori i Gregorit sapo ishte rritur sërish. Para se dikush të mund të vërrente, ata shpejt hodhën pllaka të reja shtrimi duke i bashkuar të gjitha. Milesi qëndroi aty i shtangur. Ai nuk i dinte të gjitha rregullat e pronës së kompleksit, por ai i dinte kufijtë e parkut si pëllëmbën e dorës. Nuk kishte asnjë mundësi që kjo të ishte ligjore. Megjithatë, ai mendoi se ndoshta duhet të fliste me Gregorin së pari. T'i jepte atij përfitimin e dyshimit, por ajo shpresë u zbe shpejt kur pa Gregorin duke mbushur hapësirën e re edhe me më shumë makina luksoze, duke vepruar sikur askush nuk do ta vinte re kurrë. Duke u përpjekur të kuptonte gjithçka, Milesi pyeti qetësisht disa fqinj aty pranë nëse kishin parë diçka apo kishin folur me Gregorin për këtë. Por çdo herë ai merrte të njëjtën përgjigje të shqetësuar. Jo, nuk e di. Të shpejt, i ndjekur nga një derë e mbyllur ose një ndryshim i shpejt i temës. Diçka në lidhje me të gjithë situatën dukej gabim.
dhe filloi të rëndonte mbi të. Natë pas nate ai rinte zgjuar duke e kthyer në mendjen e tij. Kur ishte orojtar, ai nuk do ta kishte injoruar kur diçka të tillë. Pra, pse duhet ta bënte tani? Më në fund, ai vendosi se nuk mund ta linte të kalonte. Ai duhej të përballej me Gregorin dhe të dëgjonte atë që kishte parë dhe që kishte për të thënë. Ishte një pasdite e ndryshme kur Milesi vendosi t'i afrojë Gregorit, i cili ishte i zënë duke rregulluar një nga makinat e tij të vjetra në oborin gjithnjë që rritej. Ai rimbante ervaj, motori dhe bojë të freskët. Gregori ngriti kokën ndërsa Milesi ecte drejt tij, duke fshirë duart me një leskë. Fytyra e tij e palecueshme. "Hey, Gregor", filloi Milesi, duke mbajtur tonin e tij të lehtë. "Nuk mund të mos vërej se e ke zgjeruar oborin tënd mjaft. A e dije që kjo është pjesë e rezervatit të mbrojtur?" Sytë e Gregorit u ngushtuan menjëherë. Shikimi i tij i ruajtur u forcua në armiqësi të hapur. "Çfarë të duhet ty? I sapo ardhur?" Ja preu ai, zëri i tij plot përbuzje. "Unë kam jetuar këtu mbi 10 vjet. E di çfarë po bëj. Ti sapo u zhvendose, shiko punën tënde." Milesi ngriti duart me qetësi. "Unë thjesht po pyesja, nuk ka nevojë të shqetësohesh." "I shqetësuar?" u lëriti Gregori, duke u afruar, fytyra e tij duke u skuqur. "Ti nuk di asgjë për këtë vend, apo për mua. Mos u fut në punët e mia, ose do të pendohesh." Intensiteti në zërin e Gregorit e tronditi Milesin. Kjo nuk kishte thjesht një mosmarrveshje për vjet e pronës. Kjo ishte diçka më e thellë. Gregori qartësisht ndihej i kapur në qoshe dhe po shpërthente. Milesi tundi kokën ngadalë duke u tërhequr. "Në rregull, do të shoh punën time", thaj qetësisht, megjithëse mendja e tij tashmë po garonte. Ndërsa ecte në shtëpi, gjithçka filloi të kishte kuptim. Nuk ishte çudi që të gjithë të tjerët kishin refuzuar të flisnin për oborin e Gregorit. Ata ndoshta kishin hasur në të njëjtin reagim të zemruar dhe kishin vendosur se nuk ja vlente. Milesi nuk ishte pikërisht i friksuar, por ai e dinte se të filloj një luftë me një burr si Gregori mund të bëj e shëmtuar shpejt. Brenda, ai ul dhe peshoi opsionet e tij. Raportimi i Gregorit tek autoritetet kishte kuptim, por ai shqetësoi se mund të ndiste më shumë të lashe. Gregori ishte qartësisht i paparashikueshëm dhe gjëja e fundit që Milesi donte ishte një grindje e plot me fëmijën e tij. Por më tepër, hetimet mund të merrnin kohë, duke e lënë Milesin të ngecur në mes. Megjithatë, të mos bënte asgjë nuk i dukej në rregull. Gregori po shkonte duke shkelur ligjin. Dhe më kaq. E më keq, ai po dëmtonte një zonë të mbrojtur që siguronte një shtëpi për jetën e egër lokale. Gjëja e dur për të bërë ishte e qartë, ishte thjesht një çështje kohe. Pasi e mendoi, Milesi kujtoi se rojtarët e parkut zakonisht bënin një inspektim perimetral gjatë verës. Ndoshta kontrollet e kaluara nuk i kishin kapur ndryshimet, por tani që Gregori e kishte shtyr kufirin aq larg, do të ishte pamundur të humbiste. Rojtarët do ta gjenin çështjen dhe do ta trajtonin duke e kursyer Milesin nga një tjetër përballje. Ai dyshoi se Gregori do të guxonte të zgjerojë edhe më tej pas asaj shkëmbimi të tensionuar, por shpejt u provua se kishte gabuar. Nuk kaloi shumë kohë para se Gregori dhe ndihmësi i tij të bënin sërish të njëjtën gjë, duke lëvizur gardhin edhe një herë. Ditët u shndruan në javë dhe javët në muaj, ndërsa Gregori vazhdonte të zgjeronte oborin e tij sikur asgjë nuk mund ta ndalonte. Gjatë gjithë kohës Milesi shikonte qetësisht dhe mbante shënime. Në një fletore të vogël ai regjistroi çdo detaj, datat, orët dhe përshkrimet e makinave që lëviznin brenda dhe jashtë hapësirës së zgjeruar. Nuk ishte diçka e re për të. Kur ishte rojtar, ai kishte bërë punë të ngjashme mbi kqyrjeje dhe njerëzve që mendonin se ishin mbi ligjin. Por Gregori nuk ishte i paditur. Ai shpejt kuptoi se Milesi nuk ishte si të tjerët që kishin injoruar sjelljen e tij. Ky fqinje po i kushtonte vëmendje dhe ky e bënte atë nervoz. Kështu Gregori u përpoqte tremte. Pak nga pak ai filloi akte të vogla kërcënimi, por kur secili u përball me asgjë më shumë se një ngritje supesh të qetë, Gregori vetëm shtyu më tej, duke shpresuar për një reagim. Një mëngjes, Milesi gjeti makinën e tij të spërkatur me një të ndotur. Një ditë tjetër, plehrat e tij u hodhën në verandën e tij. Megjithatë, ai refuzoi të provokohej. Ai e dinte më mirë se sa të përgjigjej.
Çdo reagim do të ushqente vetëm nevojën e Gregorit për kontroll. Në vend të kësaj, ai priti. Nëse rojtarët nuk e kapnin zgjerimin e paligjshëm gjatë inspektimit të tyre veror, atëherë ai do të rimendonte hapjen e tij të ardhshëm. Për tani plani i tij ishte i thjeshtë, qëndroi i durueshëm dhe lëri autoritetet ta trajtojnë siç duhet. Në këtë mënyrë Gregori nuk mund t'i shtrembëronte gjërat ose ta fuste atë në një grindje personale. Për fat të mirë, dimri erdhi shpejt dhe me të erdhi një pushim nga tensioni. Gregori u largua për shtëpinë e tij sezonale dhe gjithë lagja u vendos në një heshtje paqësore. Milesi e shijoi qetësinë megjithëse e dinte se nuk do të zgjaste përgjithmonë. Ai përdori muajt e qetë për të organizuar shënimet e tij, duke u siguruar që gjithçka të ishte gati nëse do të duhej të raportonte çështjen zyrtarisht. Dimri në shtëpinë e tij të re ishte mahnitës. Nga veranda e tij Milesi mund të shihte kafshët që lulëzonin në të ftohtë, duke kërkuar ushqim përmes borës. Mbulesa e bardhë në tokë dhe pemë i dha botës një bukuri të qetë që e qetësoi atë. Ai u ndje thellësisht i kënaqur me vendimin e tij për të zhvendosur këtu. Të qenit i rrethuar nga natyra i kishte kthyer gjithmonë në tokë. Ndoshta kjo ishte arsyeja pse veprimet e Gregorit e shqetësonin aq shumë. Si mund të jetonte dikush pranë një bukurie të tillë dhe ta trajtonte atë me kaq mospërfillje? Por natyra ka një mënyrë për të balancuar gjërat. Ndërsa ditët u rritën dhe bora filloi të shkrijej. Lastarët e gjelbër dhe shpërthimet e ngjyrave u kthyen në tokë. Milesi ndjeu një emocion të njohur të ngrihej brenda tij. Vera po vinte, Stina që ai kishte pritur. Së shpejti rojtarët do të ktheheshin për inspektimin e tyre dhe zgjerimi i pamatur i Gregorit më në fund do ta kapte. Ndërsa moti u ngro, zona rreth shtëpisë së Milesit u gjallërua sërish. Shëtitës kalonin pranë gardhit të tij. Të qeshurët e fëmijëve jahonin nga shtegu aty pranë dhe drerët endeshin për të kërkuar ushqim me zgjelbrimit të freskët. Milesi e donte çdo copës të saj, por asgjë nuk krahasoi me mëngjesin kur u zgjua nga zëri i zërave jashtë. Kur e shtar, ai vështroi në përdritaren e tij dhe pa autoritetet e parkut, duke qëndruar pranë gardhit të Gregorit me tabela në duar. Ata po masnin, bënin fotografi dhe shënonin shënime me shprehje serioze. Milesi nuk mund t'i rezistonte të dilte jashtë, ndërsa ecte më afër, një nga oficirët ngriti kokën. "Mirëmëngjesi, zotri. A jetoni këtu?" pyeti ai. Milesi tundi kokën. "Po, u zhvendosa këtu disa muaj më parë. A është gjithçka në rregull?" Oficeri shpjegoi se kishin marrë një raport anonim rreth dikujt që zgjeronte pronën e tij në rezervatin e mbrojtur dhe ata kishin ardhur për të hetuar. Zemra e Milesit rahu më shpejt. Ky ishte momenti që ai kishte pritur. Ai nuk kishte qenë ai që kishte raportuar Gregorin, por nuk kishte rëndësi. Fati më në fund e kishte kapur. Kur oficirët pyetën nëse mund të flisnin me të për disa minuta, Milesi pranoi me kënaqësi. Ai vendosi të përgjigjej vetëm asaj që ata pyetën, duke i mbajtur gjërat profesionale dhe të qeta. Nuk kishte nevojë të ofronte detaje shtesë që mund të dukeshin si ndërhyrje. Oficirët pyetën për aktivitetet e Gregorit dhe Milesi u përgjigj thjesht dhe faktikisht, duke u dorëzuar fletorën e tij me të gjitha shënimet e tij të regjistruara me kujdes. "Kjo është shumë e plotë," tha njëri prej tyre duke shfletuar shfaqet. "Faleminderit për bashkëpunimin tuaj." Milesi tundi kokën me mirësjellje ndërsa ata u larguan drejt derës së përparme të Gregorit. Momente më vonë oficirët postuan një njoftim të madh ku të gjithë mund ta shihnin. Shkronjat e theksuara e bën të qartë. Gregori kishte 21 ditë për të rivendosur oborin dhe për t'u paraqitur në gjykatë. Përveç kësaj, ai përballej me një gjop prej $1.000, një gjop që do të rritej çdo ditë që çështja nuk zgjidhej. Mesazhi ishte i qartë. Autoritetet nuk po luanin. Milesi nuk mund të mos buzëqeshte ndërsa lexonte njoftimin. Më në fund drejtësia kishte kapur fqinjen e tij problematik. Për të gjithë ata, muaj, Gregori kishte vepruar i paprekshëm, i sigurt se mund të bënte çfarë të donte. Tani ai po përballej me pasojat. Ishte mirë të dijej se më në fund, rregullat që ai dikur kishte punuar aq shumë për t'i mbrojtur ende kishin rëndësi. Për habin e Milesit, Gregori arriti të bënte situatën e tij edhe më keq. Afati 21 ditor erdhi dhe shkoi dhe ende nuk ishte asnjë shenjë prej tij. Kur autoritetet u kthyen për të ndjekur çështjen, ata e gjetën pronën bosh. Asnjë pagesë, asnjë përgjigje, asgjë.
Si rezultat ata lëshuan një njoftim të ri. Automjetet në parcelën e Gregorit do të konfiskohen në mënyrë që toka të mund të rivendosej në kufirin e saj të ligjshëm. Ati ju dhan 3 ditë për t'u përgjigjur, por përsëri ai e injoroi atë. Disa mëngjese më vonë Milesi qëndroi në dritarin e tij, duke parë si kamionët tërheqës rrotulloheshin në lagje. Zhurma e motorëve të tyre mbushte ajrin ndërsa punëtorët filluan të ngarkonin makinat e çmuara antik të Gregorit një nga një. Ishte një skenë mjaft e madhe, e zhurmshme, e gjatë dhe e pamundur për të humbur nga askush. Fqinjet vështronin nga verandat dhe dritaret e tyre, duke parë në heshtje. Asnjë person i vetëm nuk foli për të mbrojtur Gregorin. Kjo e vetme dhe tha gjithçka se si i kishte trajtuar ai njerëzit përreth tij. Milesi nuk mund të mos të ndjente një kënaqësi të qetë, ndërsa shikonte ligjin që ndiqte kursin e tij. Pas të gjithë muajve të frustrimit, sistemi më në fund kishte ndërhyrë. Kur Gregori u kthye përfundimisht nga pushimi i tij dimror, gjë e parë që pa ishte tufa e njoftimeve zyrtare të ngjitura në derën e tij. Fytyra e tij u shtrembërua nga paniku dhe zemrimi ndërsa i shqeu dhe lexoi çdo fjalë. Milesi, ulur jashtë me kafen e tij të mëngjesit, mund të thoshte momentin e saktë kur ai e kuptoi. Gregori u fut brenda me nxitim dhe brenda disa minutave një klithmë e tërbuar jehoi nga obori i pasëm. Pamja që e priti duhet të ketë qenë një makth. Obori i tij dikur i shtruar ishte shkulur, gardi ishte kthyer atij ku qëndronte fillimisht dhe të gjitha makinat e tij të dashura kishin ikur. Rëmuja nuk ishte asgjë në krahasim me shokun. Momente më vonë, Gregori u drejtua drejt verandës së Milesit, sytë e tij të ndezur. Milesi qëndroi ulur i qetë si kur më parë, duke parë atë të afrohej. "Çfarë dëshiron?" pyeti Milesi në mënyrë të barabartë. Ti e bëre këtë," uluriti Gregori duke tundur njoftimin në ajër. "Ti më raportove. Thua ju atyre se e kanë gabim, që unë nuk e dija çfarë po bëja." Milesi u përball me shikimin e tërbuar të Gregorit pa u zbrapsur. "Unë nuk të raportova, Gregor. Ata e zbuluan vetë dhe ti e dije saktësisht çfarë po bëje. Kujto, ti ma the vetë këtë. Kjo është qeshrake," bërtiti Gregori. "Unë isha jashtë shtetit. Nuk mund të fajsohem që humba ndonjë njoftim." "Prit, ti ishe këtu gjatë gjithë dimrit. Pse nuk më thire? Ti mund ta kishe ndalur këtë të ndodhte." Milesi bëri një buzëqeshje të qetë pothuajse të argëtuar. "Gregor, e kujtoj qartë që më the të shikoja punën time, kështu që unë këtë bëra. Cili është problemi tani?" Fytyra e Gregorit u skuqi nga zemërimi. Nofulla e tij u shtrëngua. Për një moment, ai dukej sikur donte të argumentonte më shumë, por pastaj ndaloi duke kuptuar se nuk kishte mbetur asgjë për të thënë. Pa thënë asnjë fjalë tjetër, ai u kthye papritur dhe u kthye me vrap drejt shtëpisë së tij. Milesi e pa atë të largohej duke ndjerë një ndjenjë të thellë, lehtësimi dhe kënaqësie. Ai nuk kishte nevojë të ngrinte zërin ose të luftonte. Ai kishte bërë gjën e dur dhe ligji kishte trajtuar pjesën tjetër. Në javët që pasuan, Gregori dukej si një njeri krejtësisht ndryshe. Zemrimi dhe arroganca që dikur e përkufizonin atë u zbehën në dorëheqje të qetë. Autoritetet riparuan pjesën e dëmtuar të gardhit të rezervatit, duke zëvendësuar shtyllat e vjetra prej druri me ato të forta alumini, të cimentuara fort në tokë. Ata madje instaluan një kamerë të vogël mbi këqyri aty pranë për të siguruar që askush të mos provonte të njëjtën gjë përsëris. Gregori u detyrua të merrte pjesë në datën e tij të gjykatës dhe pagoi gjobat e larta që ishin grumbulluar. Por goditja më e vështirë erdhi kur ai mësoi se nuk do t'i merrte të gjitha makinat e tij të konfiskuara. Humbja qartësisht e përuli. Me kalimin e kohës, ai u bë më i qetë, më i sjellshëm dhe shumë më pak konfrontues me të gjithë në lagje. Milesi e shikoi ndryshimin me kënaqësi të qetë. Drejtësia ishte bërë jo përmes zemrimit apo hakmarrjes, por përmes durimit, ndershmërisë dhe këmbënguljes. Rezervati i mbrojtur ishte i sigurt përsëri dhe paqja në komunitet ishte kthyer. Ndërsa erdhi pranvera, Milesi shpesh bënte shëtitje të ngadalta nëpër rezervat, duke shijuar pamjen e luleve të reja, zërin e zogjve dhe ndjenjën e qetësisë që e rrethonte. Duke reflektuar mbi gjithçka që kishte ndodhur, ai u ndje mirënjohës. Përvoja e tij me Gregorin i kishte kujtuar diçka të rëndësishme. Të bësh gjën e dur nuk është gjithmonë e lehtë, por gjithmonë ia vlen. Të njëjtat vlera që e kishin udhëhequr atë gjatë gjithë viteve të tij si rojtar ende kishin rëndësi tani: integriteti,
durimi dhe respekti për atë që është e drejtë. Po ju, si do të kishit trajtuar këtë situatë? A do të kishit qëndruar aq të durueshëm si Milesi? A mendoni se Gregory mori atë që meritonte? Dani mendimet tuaja në komente më poshtë.